Përshëndetje, mirë se vini në një episod tjetër këtu në podcastin e Shkollës së Jetës. Jam përsëri me ju, Elona Lopari, themeluesja e Shkollës së Jetës. U ndihmojmë kompanitë të rrisën qëllimet e tyre, por edhe fiktimet e tyre globalisht. Tema që të zgjodha për të diskutuar sot është një temë goxha interesante në biznes që sidomos në kushtet e biznesit që ne jetojmë sot dhe me efekte të ndryshme le të themi jashtë kontrollit tonë, si përmarrës ose si themelues, është gjithmonë besimi. Si të rrisim besimin tek shërbimi që ne kemi ose produkti që ne kemi në një treg që është mosbesues. Dhe tregu sot po bëhet edhe më mosbesues, mbas edhe nga eksperiencat të ndryshme njerëzit që kanë, që le të themi i kanë humbur pak atë besimin në kompani të ndryshme, mund të jetë faktori tjetër që mund të ketë shumë informacion, dhe njerëzit nuk e dinë se ku të zgjedhin, sepse shpeshherë kur njerëzit kanë shumë zgjedhje, njerëzit mbikarkohen dhe nuk marrin asnjë vendim. Kështu që mund të ketë shumë faktorë të ndryshëm, do diskutojmë jo disa pika të rëndësishme që mendoj janë të vlefshme për të ndihmuar në mënyrë që ju të ndërtoni besimin tek kompania juaj në një treg, le të themi, ose në tregjet që ju shërbeni, që mund të jetë një besim shumë i ulët tek klientët tuaj potencial. Atëherë fillojmë me pikën 1, gjëja më e rëndësishme që unë kam vënë re është që të komunikoni hapur dhe me integritet në le të themi mënyrën se si ju i merrni vendimet në përditshmërinë tuaj, me gjërat që bëni në kompaninë tuaj, jo vetëm për klientët tuaj potencial ose klientët tuaj aktual, por edhe për skuadrën tuaj. Sa më shumë ju të jeni të qartë në komunikim, ose të jeni të hapur në komunikim, ose të sinqert në mënyrën se si ju i merrni vendimet, dhe jo vetëm çfarë vendimesh merrni, por edhe pse merrni këtë vendim të caktuar, aq më shumë kjo do rris besueshmërinë, sepse ndryshe njerëzit kanë atë le të themi prapaskenat e se si ju i merrni vendimet dhe pse i merrni vendimet, gjithmonë me konotacionin pozitiv. Sepse mendoj që nganjëherë kjo prapaskenat mund të jetë le të themi në perceptim negativ, por unë e kisha në perceptim pozitiv, sepse sa më shumë njerëz të dinë sepse ju e bëni gjën, aq më shumë besueshmëria arritet, sepse patjetër nëse jeni të vërtet, dhe kjo është një nga komponentet e tjerë, patjetër që njerëzit do të kuptojnë më mirë dhe besimi do rritet. Pjesa tjetër është operimi ndaj vlerave të caktuara. Nëse le të themi fjala juaj dhe veprat tuaja janë në konflikt, gjithmonë kjo është ajo që do të lëndojë le të themi kredibilitetin ose besueshmërinë tek biznesi juaj, ose edhe tek ju si njerëz, edhe tek skuadra juaj. Patjetër nëse keni një biznes të madh dhe keni njerëz që ju ndihmojnë, ju mbështesin. Le të themi përputhja e fjalës me veprat është shumë e rëndësishme, sepse të gjithë e dimë se sa e lehtë është të flasim, por sa e vështirë është që të veprojmë. Kështu që duhet të jetë një përputhje shumë e mirë dhe një përputhje konstante, jo vetëm një herë, por disa herë, në mënyrë që besueshmëria të jetë aty. Pjesa tjetër është le të themi përputhja me vlerat tuaja. Marrja e vendimeve që ju merrni, nëse është në përputhje me vlerat tuaja të forta dhe është në mënyrë konsistente njësoj, atëherë patjetër kjo rrit besueshmërinë. Si thon asaj që besimi merr 10 vite të ndërtohet edhe 1 sekond që të shkatërrohet. Është në fakt njësoj si marrëdhënie njerëzore. Kështu që do të kemi shumë kujdes me gjërat që bëjmë dhe le të themi me perceptimin që klientët tanë potencial mund të kenë rreth brandit ton, apo skuadra jon, apo klientët tuaj aktual. Një gjë tjetër për të bërë është varet nga oferta që ju keni në fushën e shërbimeve ose produktit që ju ofroni, është gjithmonë e mirë që të kemi një rrugtim të një klienti, le të themi, të hartuar, me hapa të qëllimshëm, që një klient ndjek në mënyrë që të marrë shërbimin ose produktin që ju keni dhe të marrë rezultatet që ju i premtoni. Kur vjen puna për nëse keni një shërbim ose një produkt që mund të jetë pak një investim më i lartë, se sa le të themi çfarë çmimesh ka tregu i caktuar, atëherë gjëja më e mirë për të bërë është për t'i dhënë klientit tuaj një rezultat pak më të vogël, ose për të zgjidhur një problem më të vogël, në mënyrë që të keni mundësi që ndërtoni besimin me ta, ata ta shohin sa e vlefshme është ajo për ta,
Dhe pastaj ata të shkojnë tek hapat e radhës në hartën tuaj të rrugtimit të klientit që ju shërbeni. Pjesa tjetër është afërmendjes të mund, por nganjëherë mund mos e jetë afërmendjes, që është bëni atë që thoni. Nëse thoni që ajo që ofroni jep një rezultat saktuar, atëherë duhet që të jetë produkt cilësor ose shërbim cilësor, sepse ndryshe dalim prapa te ku thamë që fjala me veprën nuk përputhen. Nëse nuk përputhen këto, patjetër që do të ketë një hapësirë dhe besueshmëria do të bie goxha. Pjesa tjetër është për pjesën e njerëzve që kanë marrë ndihmë nga produkti ose shërbimi juaj. Mos ta dëgjojnë nga ne, po ta dëgjojnë nga njerëzit që kanë marrë ndihmën e caktuar nga ajo që ju ofroni. Si thënë asaj, është më mirë ta dëgjosh nga njeriu që është i zoti ose zonja e punës, sesa nga, le të themi, sipërmarrësi apo skuadra juaj. Sepse ai person që e ndan këtë gjë, patjetër ka eksperiencën, që është gjë e rëndësishme. Ka përvojën, e ka provuar vetë në lëkurë. Dhe kjo është gjithmonë besueshmëria më e lartë kur ti flet nga eksperienca jote dhe nga vërtetësia jote. Kjo është një gjë që duhet kemi gjithmonë parasysh, por duhet të ta kemi si pjesë e veprimtarisë tonë në biznes, sepse unë e di që bizneset, sidomos bizneset shqiptare, kanë problem këtë gjë, sepse duket sikur pse ta them, pse do të thënë ti themu njerëzve që ta ndajnë këtë gjë, ose nëse njerëzit e pëlqejnë duhet ta ndajnë në mënyrë organike, por kjo nuk ndodh, sepse të gjithë janë të zënë sot. Duhet të jeni të qëllimshëm në kërkimin e eksperiencave ose le të themi rrëfimin e eksperiencave që për klientët tuaj që e kanë përdorur produktin ose shërbimin kanë, sepse ndryshe se thash është shumë e lehtë që të njerëzit të vazhdojnë jetën e tyre dhe ndryshe ju nuk keni, le të themi, një pishin me njerëz ose një vend ku njerëzit të rrëfehen për eksperiencat e tyre, sepse kjo është gjithmonë patjetër mënyra më e lartë për të ndërtuar besimin me çdo gjë që bëjmë. Dhe fundja, pjesa e fundit, le të themi, ose një nga pikat e fundit, pa e zgjatur shumë, është gjithmonë që unë mendoj që nga çdo gjë tjetër është konsistenca. Do të thënë që ju nëse atë që e bëni me shpirt, me zemër, për arsyeën e duhur, njerëzit e kuptojnë këtë gjë, sepse energjia, edhe nëse fjalët tuaja nuk flasin, energjia juaj flet më përpara. Kështu që nëse qëllimi është i pastër dhe i qartë, atëherë njerëzit, kjo është një plus i madh, sepse gjithë veprimet e tjera që do merren, pastaj le të themi veprimet përputhen me këtë gjë. Nëse nuk përputhen, këta njerëzit shpeshherë nuk e dinë se ka diçka që nuk i ngjit ose nuk e kanë atë besimin e plot, por kur përputhen të gjitha këto, pastaj gjithë faktorët e rëndësishëm janë aty për të ndihmuar njerëzit që ju keni caktuar për të ndihmuar. Shumë faleminderit që më ndoqët këtu në podcastin e Shkollës së Jetës. Mos harroni të më ndiqni dhe në Instagram, Shkolla e Jetës Elona Lopari, dhe në Facebook me Elona Lami Lopari, dhe grupin në Facebook Sipërmarrësit Shqiptar Global të Shkollës së Jetës. Mos harroni gjithashtu ta ndani këtë podcast me njerëz që mendoni që mund të ta gjejnë me vlerë. Shumë faleminderit dhe do shihemi në episodin e radhës. Mirupafshim.